Kur në ndajnë edhe disa ditë nga starti i provimeve të maturës shtetërore 2025, Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu është takuar sot me të gjithë ata që do të administrojnë këtë proces në mbar vendin. Këtë vit provimet do të mbahen në 145 qendra testimi. Ajo kërkoi përpikmëri, transparencë dhe përgjegjësi maksimale prej tyre në çdo hap të këtij procesi. Të ruani dhe të jeni garant të këtij procesi, që nga momenti i ndarjes së tezave të provimeve, pra nga momenti i marrjes në QSHA dhe deri tek shpërndarja e tyre, në mënyrë diskrete, të kujdesshme, duke zbatuar të gjitha rregullat e administrimit të procesit të maturës shtetërore, për cilat jeni njohur, dhe sot gjithashtu do të keni një trajnim për këto rregulla, dhe deri tek mbledhja e testeve dhe dorëzimi pra qendrës shërbimeve arsimore për të filluar procesi i vlerësimit. 140 janë administratorët e provimeve të maturës shtetërore në 145 qendra testimi për maturën shtetërore, të përfshira në këtë hartë pra të maturës shtetërore që kërkon saktësi maksimale, korrektësi maksimale, transparencë maksimale, përgjegjësi maksimale nga të gjithë ju, nga të gjithë na. Ka një rëndësi maksimale puna juaj, si administrator të testimit. Dhe do të doja shumë ta shinit veten si garant të këtij procesi. Provimet e maturës shtetërore 2025 do të startojnë më 3 qershor me gjuhën e huaj për të vazhduar me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 10 qershor, matematikën në 17 dhe provimin me zgjedhje në 24 qershor. Nga shkollat e Bashkisë Gjirokastër dhe Libohov pritet që t'i nënshtrohen provimeve të kësaj mature 229 maturantë.